është me mua Beniada Nishani. Kush të futi ty në televizion? Kur ishte Beniada do ketë një të dashur, që më kishte futur në ekranin në Radio-Televizionit Publik Shqiptar. Cili është ai biznes që ti nuk do pranoje kur të bëje në reklam? Biznes me tatuazhe, me qerpikët, me vetullat. Kisha vënë një ligj në Shqipëri, që vajza deri moshën 25 vjeç mos të bëjnë asnjë lloj ndërhyrje estetike. Vajza shqiptare bëjnë shumë ndërhyrje krahasim me vajzat italiane. Në Big Brother më ka bërë shumë çudi. Një vajzë që ka thënë, unë i duam meshkujt me bark. Po tani nuk duhet ta egzagjerojnë, nuk të themi që unë mund të dashurohem me një që mund t'jetë si babagjysh. Po i dashurim me kalimin e kohës dhe me vite, shtoni çik kile dhe shumë çik bark. S'ka gjë të keqe, sepse sigurisht do t'i shoh edhe unë. I lexoj komente në rrjetet sociale ndonjëherë, komente negative nuk më thyn, i marr parasysh, ndoshta edhe për të përmirësuar diçka. I më thonë, "Wow, Beniada, ti live je më e bukur se sa në foto." Kthesh në televizion sërish? Ku do vi momenti të bëj një emision, mendoj që do t'ja marrë në kthesë të juve. Ka shumë personazhe që servilosen. Kur mos thuaj kryur, po mendoj që nuk do kisha bërë një film në Shqipëri. Unë nuk ndihem 100% shqiptare, kam gjak shqiptar, por në shumë gjëra ndihem italiane. Do t'jem shumë familjaruese me ty, sepse ke qenë vetmja grua shqiptare që në këto vitet e fundit më kem mbështetur si asnjëri tjetër.